Ishte një ankesë me një qytetar për pjesën e ujit pishëm. Konkretisht në lagjen Loni Dhamo, te pallati para fabrikat. E vetëm ankesa e tyre ishte fakti që nuk janë njoftuar, nuk kanë një njoftim për ndërprerjen pa kriter të ujit pishëm. Pra ka disa momente që ikën e vjen uji 2-3 orë dhe për këtë nuk kanë asnjë njoftim. Shqetësimin madh pasi në këto ditë vape dhe piku, mendoj që duhet marrë një masë. Pavarësisht se mund të ketë avari, defekte, këto janë pranueshme, por gjithsesi njoftimi duhet jetë. Jam informuar fakti. Disa orë dhe kjo ka ndodhur për shkak të temperaturave shumë të larta, ka pasur një avari në linjën elektrike me pompa të zonjatit, është ndërhyrë me njerë dhe për pas ka filluar furnizimi normal të qytetarëve. Pra ta quajmë vetëm pikërisht si rezultat të temperaturave të larta, ne dje kemi pasur edhe zjarre pikërisht për shkak të avarimeve që kanë sjellë linjat elektrike, për nga temperaturat që kanë qenë shumë të larta ditën e djeshme. Shpresojmë që temperaturat do vinë drejt rënjes në mënyrë që të kemi sa më pak probleme si me zjarret, por gjithashtu edhe me problemin e ujit. Patjetër që ne jemi grupet e punës janë në dëshmëri në mënyrë që të ndërhyjmë në mënyrë të menjëhershme, ashtu siç bën dhe dje. Dhe mbas riparimit të defektit, shërbeti lushnjës vazhdoi furnizimin normal si dhe në ditët më parë.